Unë kam 5 hektar mollë, edhe 5 dylim kam kumlla qeshi. Demi në këtë mund të ketë arritur 90%, deri në 99%. Tash pas 72 orëve dallohet më konkretisht, pa ajo që sot e ka lënë shahin e saj, të demit. Tash, kostot janë të mëdha. Deri tani mund të kemi financuar deri në 10 milion. Në qenë e datis për katet e para të gjitha. Tash për të mbajtur pemën që ta kemi për vitin tjetër përgatitës, neve do të investojmë prapë 10 milion të tjera. Për të mbajtur gjethen tëra, që të jemi, po kemi siguri për vitin tjetër? Ajo është problemi mima tonë. Siguracion për bujqësime. Vetëm kaq që të dim ku do të sigurojmë si punë e makinës, të vëmë sigurojmë edhe për punë e breshrit, edhe për punë të ngrycave. Nuk se me premtime jemi ngopur. Edhe kur u dëmtuam nga breshri 2-3 vite e rresht, thjesht vini bëni premtime, mblidhni, shënomim kartat, tëra, më regjistrohemi sipërfaqet e tokës, por kur vinte puna nuk merrnim asgjë. Thjesht merrnim premtime ose para zgjedhje ose mbas zgjedhje. Pastaj nuk merrnim gjë. Do të bëhemi bashkë, jo të gjithë si fshat, por do t'i bëjmë në thyrje të gjithë zonës ku është dëmtuar. Që në qoftë se nuk u mirën masa për t'u hapur para zgjedhjeve një siguracion për bujqësinë ose nuk e di një ndihmë mund t'i japim për këto ja thjesht vetëm që kemi hedhur shpenzime deri tani, neve do të përfitojmë të gjithë, edhe si fshat, edhe si zonë. Fermer jam ka 20 vjet. Kam edhe 2 djemtë këtu të stabilizuar me mollë. Kam rreth 70 dynim mollë që mbjell të përvitshëm. Kemi patur dëme vitet e kaluara me bresh me tërë e kemi kapëzer me mundësit tona. Si vjetë kemi dëmi gati 95%, do me thënë kam shpresë të djeme janë prerë kratë fare për këtë vit dhe detyrojnë të ashit të ikin, të i lene fare, se ne jemi pleqë, jemi pensionistë, nuk e përballojmë me dot, të ardhur s'ka, shteti nuk i ndihmon, ky është problemi tonë. Nuk dim nga të ku të kërkojmë, vinë shokët e bashkisë, agronomi, shikojnë, po ata tallen me ne, me këtë popull që sa vjen po fukaralliset, po umbet, nuk ka asnjë të ardhur, gjithmonë vetëm fukarallak po sillet dita ditës. Gjë tash kam dhënë 10 milion lekë me spakatjet, me plerimet, me të tëra. Plus që t'i vazhdoj të tëra këto që do t'i bëj shpenzimet deri në fund, se për mot duhen, po s'ja bëra si vjetë, për mot ato nuk prollojnë. Po ne nuk kemi garancit se do kemi edhe për mot prollim, kjo tregon që parininë është një shpresë e vdekur në këtë vend të mafkuar. Dhe kjo vjen thjesht nga neglizhenca e qeverisë, nga vjedhjet e mëdha që bëjnë në popullin, që e lanë këtë popull në mëshirë të fatit, në fukarallëk në kulmit, leshson ata zyrtarët atje që rinë për bashkitë, flasin fjalë të bukura ose flasin fjalë të mira ose kështu, ato janë thjesht gënjeshtra, mashtruese, poshtësinë më të madhe që po bën kjo qeveri. Ne i duam vetëm një garanci. Unë jam i detyruar të asiguroj tokën, pemë, të tëra, aman nga shteti dua që për dëme që të më shkaktojë atmosfera apo çdo lloj të marrë edhe unë një ndihmë që ta kapëzej, që mos bje poshtë, po të qëndrojnë atë nivel që fëmijët em apo çdo njeri të ri këtu, të punoj këtu, të ndërtohet ky vend. Ky është mendimi personal. Të gjithë fermerët e fushës së Korçës ose të qarkut të Korçës janë dëmtuar nga kjo ngritje e madhe, që siç i kanë prerur shpresat, i kanë prerë të gjithë fshatarët, të gjithë janë në urrëtie të madhe, e mira e të mirave të bojkotojnë zgjedhjet, se po su bojkotuan zgjedhjet, kjo qeveri është gënjeshtare. Dhe e mira e kësaj qeverie është të largohet e ta lërë këtë popull të lirë të punojë. Kemi Kosovën, cilat kanë më shumë ndihmë bujqësit se sa neve këtu. Ata subvencionojnë për shumë gjëra. Kurse neve nga shteti, përveç senatis, nuk kemi marrë asgjë. Neve duam të paktën një subvencionim nga shteti, na japi një kratë, që neve na bën kratë të punojmë. Neve nga shteti s'kemi parë asgjë gjë tani. Çdo gjë që kemi bërë me kratë tona. Kjo është një goditje e madhe për neve. Kjo nuk di çfarë të them. Në qoftë se shteti nuk merr masë, ne i bëjmë thirrje. Unë për veten time, mendimi tim është që të gjithë fermerët të bojkotojnë zgjedhjet, mos shkojnë në përzgjedhje. Të bojkotojnë zgjedhjet. Kaq. Të tjera pastaj të shkojnë ata le të zgjedhin se vit na thonë që do të marrim këtë vendim. Ky është mendimi tim. Në qoftë se të tjera do mbërkran, bën mirë. Në qoftë se mbërkran, dëmi tyr. Kaq kisha për shkurt.
Si do vje? Ti vetëm pagosh të bësh pagat e natë, sa ka thonë, të pagosh 78 qira. Tu çdo gjë pis. Që nga ana e qeverisë nuk do të jepet asnjë zgjidhje sa i përket një sigurimi për tokat bujqësore dhe kryesisht tek frutikultura. Pismile. Tash unë jashtë kamerës flas shumë tjera se thuan që ti man përkoj. Pismile. Pis qeveri, pis popull, pismile. Po pis popull, se është. Po dëmtova unë, ardhua dhe familje time, drejtma, me partinë, Sa më poshtë shumë ka vetë. Hajde, mos vono. Nuk i vendosim neve, po i shosim Nisur në fshatin Burimas, por do të ketë bisedime dhe me fermerët e tjerë të cilët janë me gjithë çfarë nuk i do, përfshirë këtu zonë. Po kemi marrë kjo që ta, ama shoqata. Tara 100% ata me bëjmë 100%. Molla, qershia. Asa shikesh fruti dikur. Po ta shikosh në mes. Në qoftë sa frutë tonë, edhe në pjesën e lart. Zonën e Pogradesit, atje ku pjesa më e madhe e fermerëve kultivojnë pikërisht qershinë. Do të Po të dalim tjetër se Ne një.